Pjesëmarrja e diasporës në zgjedhjet parlamentare në Kosovë po vazhdon të rritet dukshëm nga një cikël zgjedhor në tjetrin. Për ta, forma më e preferuar e votimit mbetet votimi përmes postës dhe kutive postare të hapura jashtë Kosovës. Kështu të paktën u tha në një tryezë të organizuar nga organizata Germin për votimin nga jashtë vendit. Interesi i diasporës për të marrë pjesë në zgjedhje pas secilit cikël zgjedhor është rritur, edhe me këtë është rritur edhe efekti ose ndikimi elektoral i votave të diasporës. Mbi 64% e personave që kanë votuar nga jashtë kanë votuar përmes postës në kutit postare, të cilat KQZ i ka hapur jashtë Kosovës. Pra kjo është forma më e preferuar e votimit dhe arsyeja për këtë është se është një nga format më të lehta, më efikase, më të shpejta të votimit. Megjithatë, organizata Germin vlerëson se procesi vazhdon të përcillet me sfida, sidomos sa i përket informimit të qytetarëve dhe paqartësive rreth hapjes së qendrave të votimit në misione diplomatike. Votimi me postë në shkurt ka pas gjithashtu probleme me komunikim, një paqartësi për kutit postare jashtë Kosovës. Në këtë diskutim morën pjesë edhe përfaqësues të institucioneve dhe subjekteve politike, megjithse përveç lëvizjes vetëvendosje, përfaqësues të partive të tjera nuk ishin të pranishme. Përfaqësuesja e vetëvendosjes Liza Gashi tha se pjesëmarrja e diasporës ka ndryshuar rrënjësisht krahasuar me vitin 2010. Sot kemi një bazë votuese e cila është jashtëzakonisht e lartë, mirë po është shumë larg nga potenciali i votës diasporës. Kështu që kemi ende shumë punë përpara, sa i përket pjesës informimit, po edhe njohjes procesit. Ende ka shumë të paqarta në këtë proces, sidomos kur flasim për informimin. Sipas të dhënave të KQZ-s, mbi 110.000 kërkesa të diasporës janë aprovuar për votim në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 7 qershorit.